Kur lindi djali në jetë, në atë moment, kishe dhimbjen e humbjes së nënës, vetëm para një muaj, para një muaj. Ka qenë një çast që, domethënë, edhe në një gëzim, po edhe në një, si them, të gjithë ishin pa shpresë në një farë mënyre. E di që Indri na i ka ndryshuar jetën të gjithëve. Na u rikthye e qeshura, kishim një harmoni në shtëpi. Ishte vërtet i veçantë momenti kur Indri erdhi në jetë. Emrin? Indri. Indri. Se këtë emër, ka një domethënie? Ka domethënie. Indri është emri i lartë që shkruan në kryq. Kështu bashkëshortit tim ka ardhur si ide, se ne kishim tjetër emër që mendonim t'ja vendosnim. Një ditë vjen dhe thot, besa unë mendoj kështu, thash okej, mua më pëlqen dhe vazhdo vendos. Në fakt, domethënë simbolizon një çast shumë të me një dhimbje shumë të madhe. Po. E duket sikur gjërat të kanë lidhen, disi të destinuar në një mënyrë. Po. Gjithsesi ka qenë një ëngjëll në jetën tuaj. Patjetër, ai ëngjëll erdhi dhe prap mendoj që ai është ëngjëlli i mbrojtës, vetëm thjesht që nuk e kam në prezencë, por e di që është me mua. Erdhi djali në jetën tuaj dhe kur ishte momenti, sepse ai erdhi, po ndërkohë ju rrugës kuptuat që ai ishte ndryshe dhe nga takimet me mjekët dhe para mjekëve, vizitat e tyre, pra ju e konkluduat pra që ai takonte spektrit autik. Si filluat ta kuptonit ju vetë? Po flasim këtu e para 19 vitesh përpara, do të thot atëre fjala, në rast se do ta marrim fjala autizëm, nuk është që është ditur shumë. Sot ne kemi shumë informacion për këtë gjë. Thoshin që ka ngecje në zhvillim. Do me thënë, nuk janë si fëmijët e tjerë, po para sa të ma thoshte këtë doktor, do me thënë, e mbaj mend nëna, kur djali ka qenë 6 muajsh, instinktivisht i del. Kështu ishin të dyja dhe unë realisht isha duke ndruar çunin. Besa tha, Indri nuk është si fëmijët e tjerë. Dhe unë e mora atë fjalë, si fjalë, shumë, më erdhi e rëndë, leqësdoj ta, vetëm ju këteva i thash, pse ma the këtë gjë? Gjyshes. Pse ma the dhe shumë këtë gjë? Dhe ajo u prek, pse ma tha, jo, thjesht më erdhi ashtu, gabim, jo, mirë është, dhe unë realisht u zëmërova gati 1 muaj. Më rrinte ajo fjalinë në kokë, por thosha, jo, ai s'është, nuk mund të jetë ndryshe, thosha, ndoshta me kohë, do filloj, do bëj një, do me thënë, gjëja me thjesht, nuk rinte ullur, për shumë një fëmijë 6 muajsh, ne e marrim dhe e lëm dhe e mbështesim, ai mund të rri, me ekuilibrin e te ka më, kurse Indri se kishte atë gjë. Në moshën 4 vjeç e gjys, e di që atëre kemi kuptuar që djali ishte me autizëm dhe kishte ngecje në zhvillim. Edhe ajo ka qenë një tronditje e madhe, por pastaj si mund të ndikmoj, ishte pjesa që, po tani qa duhet bëjmë. E mbaj mend kur e kam pyetur doktorin. Jemi në atë kohën që mungesa informacionit ishte shumë madhe. Shumë. E mbaj mend kur e pyeta doktorin, po mirë, si do kaloj kjo sëmundje? Do me thënë, sa ko do ju zgjatet kjo, ose a duhet bëjmë në një operacion që ti... Me siguri, mjeku ju përgjishta, kjo nuk është smundje, sepse kjo është gabimi, pra se kemi ditur. Dikur konsideroj, po në fakt, ti nuk është smundje. Ja, dhe pastaj më tregovi që besa duhet ja nisësh terapit. Po nuk ishin vetëm një terapi, aty ishin gjatë ditës, ishte fizioterapi, logopedi, psikologu, defektologu, dhe ishin 1, 2, 3, 4, 5 gjëra që ti duhet i bëje vazhdimisht. Dhe thoshte në rast se nuk ja bëni këtë gjë, të paktën 5 herë në javë, ky fëmijë gjithmonë do kthehet mbrapsht. Do me thënë, duhet kujdes dhe jeta jote kështu do jetë. Tash unë nuk mund të them që ka qenë e lehtë. Edhe i dëgjoj shumë prindër që thonë, është një situatë e lehtë, s'ka gjë, është ndryshe nga fëmijët e tjerë, dakord. Por kjo është dhe një gjë që është edhe ekonomikisht është goxha e kushtueshme. Sepse në rast se ti nuk ke një punë që ke të ardhurat të mira, ti nuk mund t'i përgjigjesh dot një fëmijë me një ngecje të tillë.
me kërkesa të kësaj natyre, pra se kishte kërkesa të një lloji tjetër, të domosdoshme, për të ndjekur zhvillimin e tij. Ti ndërkohë e kishe nisur profesionin tënd dhe punën tënde si mekapartiste në ato vite? Para se të më lindte çuni, realisht unë mendoj sikur që kur kam lindur në këtë profesion kam qenë sepse kam pëlqyer jashtëzakonisht shumë dhe pastaj u shkollova, jam avancuar në shumë në këtë drejtim dhe unë ne kisha filluar dhe e di që ishit në punë të dy. Ishim. Edhe bashkëshorti im ishte goxha, domethënë kishte një profesion të tij që paguheshe mirë në atë kohë. Edhe unë po ashtu dhe ne ishim mirë ekonomikisht. Por sado që ti jesh mirë, kjo unë mendoj që duhesh të jesh 3 fish, 4 fish, më tepër se sa një familje që ne mund të themi sot që kanë të ardhura mujore mesatarisht mira. Ka qenë tronditje, si që thash, por pastaj problemi më të madh e kishim që nuk gjenim njerëzit adekuat për mjekët, terapistët. Ata që i gjeje, ata donin që t'iknin jashtë vendit. Ose njëri ishte bye fjala në Prishtinë, tjetri ishte jashtë Prishtinës, dhe ti e shikoj që edhe kjo të ndikonte edhe në profesionin tim, sepse unë e bëj një punë që i bëj me orare, jam dakord, por të çoje nga një vend te vendi tjetër tek një vend tjetër dhe e shikoj që gjysma e ditës e më tepër ty të kalonte duke çuar djalin për terapia. Edhe ajo periudhë. Pastaj lindën problemet familjare që ne i kishim bashkë shortor me ish-burrin tim. Pra le të themi nisi një krizë edhe në familjen tuaj. Mendon që ndoshta edhe kjo vështirësi ndoshta e acaroi më shumë se nganjëherë këto ngjarje o të lidhin më fort o nganjëherë bëhen shkak edhe për të krijuar ndarje. Mendoj që mund të ishte rasti. Ka shumë familje që ndoshta edhe nuk e thon, por kur kanë fëmijë në këtë formë, domethënë në shtëpi, kanë probleme. Kanë probleme, po thjesht që duhet jenë më të fortë. Pastaj ne ishim shumë të rinj. Unë e di që unë ndonjëherë mendoj që ne u rritëm bashkë me të, dhe në moshën kur ne staja nisëm që të dinim pak më shumë, ne atëre vendosëm për divorc. Po problemi i madh nuk ishte aty. Problemi ishte që ne menduam se Indri do ta kuptonte shumë mirë këtë situatë. Vetëm të thoshim që, okay, Indri do t'i ketë 2 shtëpi. Indri do t'i ketë 2 gjëra gjithmonë. Për moshe kishte pak a shumë djalin? 6 vjeç. 6 vjeç. 6 vjeçar ishte kur vendosëm që të divorcoheshim. Dhe ajo e kishte vështirësinë e vet, dhe ne mendonim se Indri e ka kuptuar shumë mirë këtë gjë, po jo. E hap këtë si temë, sepse ne e bërëm një vendim që ishim të dy të bindur për atë vendim që morëm, dhe kishte ardhur koha që ne duheshim që të divorcoheshim, por po flas sot për një situatë të tillë. Mendoj që prindërit duhet mendohen shumë mirë kur të marrin një vendim, sepse ndikon jashtëzakonisht shumë me fëmijët me autizëm. E ke fjalën për çështjen e divorcit? Po. Pra duhet bërë maksimumi le të themi ta shfutuar marrëdhënien. Që do të thotë, okay, mundesh me atë njerëz që mos të kesh marrëdhënie burrë grua në një farë mënyre, por në fund të ditës ai fëmijë do që ti shikojë të dy prindrit bashk. Sepse ne këtë gjë e vurëm re më vonë, pas disa vitesh tek Indri. Në momentin kur ne uleshim që anim drek, e shikonim që Indri kishte një lumturi të papar. Domethënë që ishte ndonjëherë edhe pa shën nevoja. Dhe ishte i lumtur kur ishit të tre bashkë. Nganjëherë këto janë gjëra që jo gjithmonë i ke në dorë dhe nganjëherë janë sakrifica dhe varet rasti si gjanë rastit. Nganjëherë ndarja është më e mirë, varet si është situata mes çiftit. Unë kam përshtypjen që ju e keni menaxhuar shumë mirë. Shumë mirë, të dy e kemi. Me ç'po kuptoj edhe nga rrëfimi yt. Pra jeni treguar me shumë qytetari edhe me shumë patjetër. Edhe sot un kam marrëdhënie shumë të mira me ish-bashortin tim. Ndjehet nga mënyra se si flet, pra e keni vazhduar për hir të djalit, pavarësisht se ju e bë divorcin, takoheshit shpejt dhe kaloni. Ai sot ka një familje, ka ndërtuar një jetë të re, edhe prandaj s'dua të kesh kuptime, thjesht hapa si bisedë që divorci nuk është gjë e mirë për këto raste, do të thotë, sepse ndikon jashtëzakonisht tek gjendja e fëmisë. Për ndryshe, po, patjetër kemi marrëdhënie shumë të mira, një periudhë secili nga ne mund të ketë, por ne jemi
dy prindër që kishim një fëmijë vërtet që kishte nevojë për ne. Jo për ne, po ai kishte nevojë për shumë njerëz realisht afër. Po fati e donte që unë nga familja ime nuk kam patur njerëz të mi afër, më ka ndihmuar shumë ish vjera ime, që e falenderoj gjithmonë, sepse ajo ka qenë edhe ka qenë një mbështetje shumë e madhe për tek Indri. Do të thotë momentet kur unë nuk isha afër fëmijës tim, e di që ajo është përkujdesur dhe absolut asnjëherë nuk kam patur një dyshim më të vogël në aspektin se si ajo mund të rriste që tek e fundit ka qenë gjyshe e saj, po ka shumë gjyshe që jo që s'duan, por nuk munden sepse Indri e donte kishte gjërat më të veçanta se sa fëmijët e tjerë. Megjithatë respekti për cilin ti flet, edhe që duket që ju e ruani respektin e ndërsjellët është për të vlerësuar shumë dhe më vjen shumë mirë që po e sjellim edhe këtë model edhe këtë shembull për gjithë ata që na ndjekin. Më pas si vazhdoi jeta jote? Ti ishe vetëm me djalin? Po, isha me djalin. Dhe me profesionin. Vitet kalonin. Në moshën 12 vjeç, deri në moshën 12 vjeçar, Indri ka qenë ne shikonim që përparonte me terapitë që ai bënte. Por në moshën 12 vjeçar, Indrit u shfaq edhe epilepsia. Atëherë epilepsia ishte fund, do me thënë, sepse kishte gati 20-25 sulme në ditë. Po. Ka i shpesh? Ka shpesh. Problemi ishte që akoma nuk e dinin se çfarë epilepsie kishte Indri. E kam quar jashtë vendit, jam munduar dhe mora vendim që unë duhet ndroj vend banim. Jam munduar shumë, kam bërë shumë sakrifica për këtë gjë, por nuk më ka ecur. Dhe asnjëherë vendi juaj nuk mund të bëhet vendi jot, dhe këtë gjë e di, po që sepse këtu nuk gjeja institucione, jo vetëm unë, sot akoma kemi këto lloj problemesh. Por nuk jam këtu që të flas dhe të them shteti nuk ka bërë këtë, shteti jo. Unë mendoj që shteti jon mund të bëjë dhe mund të bëjë shumë gjëra. Thjesht edhe ata nuk kanë informacione siç nuk kemi patur ne më përpara, sepse unë e di shumë mirë që këtu ndoshta një spital është ndërtuar për 3 muaj, edhe institucionet të tilla unë e di që këta munden dhe edhe kam shumë shpresë në këtë drejtim që do bëhen. Thjesht munges informacioni se ne jemi një popull që kemi shumë dhimbësëri. Ne vërtet jemi një popull që ndoshta jashtë vendit ton këto gjëra nuk i kemi. Do me thënë, unë kam shumë besim të vendim që do bëjnë. Institucionet duen për arsye që këta fëmijë të kenë, si që kanë botën e tyre, duhet të kenë edhe vendin e tyre ku marrin shkollimin, ku edukohen, sepse në fund të ditës edhe ata kanë të drejtë të jetojnë në këtë botë, si jemi ne. Absolutisht.